Përshëndetje për gjithë, faleminderit shumë që jeni këtu në ceremoninë e përvitshme të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës për të nderuar punën e gazetarëve gjatë një viti të tërë. Po e përfundojmë këtë vit ashtu siç e kishim përfunduar pak a shumë të kaluarin, duke menduar për zgjedhje. Ka qenë një tjetër vit, nëse 2024 ka qenë pak a shumë normal në dallim me 2023 kur ka pasur shumë sulme ndaj gazetarëve. Viti 2025 ka qenë posaçërisht sfidues për një numër arsyesh e më së shumti për shkak të vështirësive me të cilat gazetarët kanë vazhduar të hasin në punën e tyre të përditshme, kështu që ju uroj mirëseardhje mbi të gjitha, të gjithëve natyrisht, përshëndetje të veçantë për gjithë kolegët gazetar, anëtarët e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës që e kanë bërë punën e tyre në mënyrën më të mirë edhe gjatë vitit 2025. Falënderim të posaçëm dhe mirëseardhje për gjithë praninë ndërkombëtare, partnerët tanë, fillimisht misionin e OSBE-s në Kosovë, ambasadori Megër, faleminderit shumë misionit të OSBE-s për 20 më shumë vjet për kraje për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Kemi partner të ri në këtë edicion, Gizin Gjerman. Ju uroj mirëseardhje të veçantë ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, gjithashtu ambasadorit të Suedisë në Kosovë. Mirëseardhje për zëvendës ambasadorën e Kanadas në Kosovë dhe Kroaci, partner tanë të ri UNDP, UNFPA, VORAE, një partner tradicional i Asociacionit të Gazetarëve dhe CHIPS. Kemi 12 kategori, e di që të gjithë po presni çmimet, që është pjesa më e rëndësishme e kësaj ceremonie, dhe është mirë që kemi një moment për të festuar gazetarët. Pra gjatë gjithë vitit puna e gazetarëve ka qenë për t'i ndjekur të tjerët, sot është momenti i gazetarëve, atyre që janë çdo ditë në terren e bëjnë punën më të rëndësishme, të jenë yjet kryesore të kësaj mbrëmje, të dalin në skenë dhe të flasin. Ka pasur 101 aplikime në 12 kategori që tregon punën e jashtëzakonshme, interesimin e madh të gazetarëve dhe juria në përbërje nga zonja Evliana Berani, gazetare shumë vjeçare, kryetare e jurisë, gruaja që i ka udhëhequr në juri 4 burra të tjerë, i merr Mushkolajn, gazetar shumë vjeçar dhe drejtor i KMSHK-s, Naim Sadiku, gazetar shumë vjeçar, Arben Haredina nga OSBE-ja dhe Shpend Çamili nga UNKT në Kosovë. Ju falenderoj gjithëve për kontributin dhe për zgjedhjen e atyre që kanë fituar. Natyrisht është klishe pak, por më shumë mbase kanë merituar që të shpërblehen për shkak se siç do të tregoj Evliana më vonë, ka pasur histori të jashtëzakonshme prej si zakonisht zbulimeve të korrupsionit të nivelit të lartë qeveritar e deri tek histori inspiruese të njerëzve të thjeshtë që bëjnë ndryshimin në Kosovë. Good evening, everyone. I had a five-page speech, which I'm about to just ditch completely because I really do want to get to the important part of this evening, and that's to hear and see the recipients of the awards that we're going to be hearing and seeing tonight. This is my first awards ceremony. I believe the OSC has been supporting this for 5 years, so I'm looking forward to being able to continue that support in the years to come. I also want it to be a moment where we do recognize the great work you do under incredibly difficult and increasingly harsh and hard circumstances. So tonight I'm going to spend less time talking about the challenges ahead. You are all too familiar with that. But instead I want to listen and see the fantastic winners and to hear their stories, and for us to take that moment to celebrate the successes that you have achieved individually, but also as collectives. As the media sector here in Kosovo. So I'm going to wrap up, Jamal, just with a word of thanks to you. It was my privilege to be able to go with Jamal to Vienna in October and have an informal meeting with many participating states in Vienna about the media situation here in Kosovo. And it was a very well attended, very engaged, very interactive session, which could easily have gone on for longer than the 1 hour that the Finnish embassy had booked for us. Again, it was another opportunity to showcase the work that you do, but also to remind participating states of the challenges that still lie ahead. So without further ado, I'm quite happy to yield the floor back to you
and to look forward to hearing and seeing our fantastic winners this year. So thank you again, everyone. Dhe kategoria e parë, nëse ndondan çmimet është çmimi për fuqizimin e grave që tradicionalisht e bëjmë bashkë me UN Women në Kosovë. Do të shohim fillimisht nominimet dhe pastaj do ta shohim fituesin. Këto ishin nominimet në kategorinë e çmimit për fuqizimin e grave. Ftoj zonën Vlora Tuzinushi, shefe UN Women në Kosovë për ta ndarë çmimin. Faleminderit Gjem, faleminderit Ginta, faleminderit edhe juve të pranishëm. Në fakt, po e shoh sa të vështirë pas ka pas juria me zgjedh, edhe Gjem ndoshta për edicionet e ardhshme me gjithë këtë konkurrencë me zgjeru. Sepse secila nga këto nominime në fakt është një çështje që duhet trajtuar me vazhduar trajtuar me shumë seriozitet, prandaj ju inkurajoj për të ardhmen. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot me ju. UN Women bashkë me Anatko, ish drejtoreshën Gentën, e kemi themelu këtë çmim thjesht me ju inkuraju juve gazetarëve dhe gazetareve me kontribu në avancimin e barazisë gjinore, duke i trajtu mu këto çështje dhe sfida dhe pa barazimet të cilat ballafaqohen gratë në Kosovë. Është çmim iniciativë vjetore, pra që thamë një dhe vlerëson punën e jashtëzakonshme të gazetarëve dhe gazetarëve. Prandaj, sot në përmbylljen e fushatës së 16 ditëve të aktivizmit në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ky çmim shkon për një storje që trajton një temë kaq të rëndësishme siç është dhuna ndaj grave. Çmimin për fuqizimin e grave i shkon Adelina Ahmetit nga Kallëzo për artikullin e titulluar Skandal në drejtësi, gjyqtarja dhe prokurorja në diskutimet të akuzuarin për dhunë familje. Adelin, faleminderit shumë për guximin e dhe urime. Më duket që e kryetëm. Jemi ka fundi, jo po vetë fundi nisëm me shefin OSB-s, do ta mbyllim me të, që do ndaj çmimin për gazetarin e vitit, kryesorin më të rëndësishmin që kemi kthyer bashkë me OSB-n pra në vitin 2021, por fillimisht do të shohim të nominuarit.
trying to strategically cover the name that's on my thing here, but I think it's a forlorn hope. Just one reflection I want to share with you. This is the last one, as I recall, the last award for this evening. And I found it humbling to see the stories that we had been reading about today, but also those that were also nominated. And it made me wonder, what if you had not written those stories? What if you had not spent the time talking to those people, engaging with them, and listening to them, and then using your professionalism and your commitment to commit that to paper, to print, to radio, to TV? The fact that you've been able to create a reaction across society from the institutions to help those people that have been impacted really cannot and should not be overlooked. And for me, I find it humbling and good to be in your presence, because I do think you are generating accountability from those who would rather you did not. So please continue to do the great work that you do. Continue to depend on the support of your friends who are here this evening from the international community. And I look forward to seeing some of you again this time next year as well. So with that out of the way, I would like to award the Journalist of the Year Award to Agon Sinenai. Faleminderit gjithë, përshëndetje të gjithëve. E di që jeni lodhur pak, se ke gjatë pak, po me qenë se juria edhe AGK-ja kanë nderuar sot dhe me çmimin për gazetar të vitit, më duhet pak nashta jo shumë i gjatë, me lexuar një fjalëm, se zakonisht edhe më herët kur më ka ndodhur, ndoshta gjysmën e më shumë i kom harruar ato që kom menduar mi thon, kështu që po vazhdoj me fjalëm. Atëherë ndihem jashtëzakonisht i nderuar që sot po e pranoj çmimin gazetar i vitit 2025 nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. E falenderoj jurinë profesionale për një vlerësim kaq të rëndësishëm edhe për një temë shumë komplekse. Hulumtimi me cilën sot po vlerësohem ka nisur në fillim të vitit, këtij viti, dhe po vazhdon edhe sot, këto momente kur po flasim. Bile edhe sot isha ju tregova aty mesve me burime, kështu se pra, do më thonë, ani pse po shpërblehem sot nga AGK, ky nuk është një kapitull i mbyllur, pasi do të vazhdoj me të njëjtin ritëm në buletin, mediumin ku punoj, në investigimin edhe të elementeve të reja në sektorin e energjisë që janë vazhdimsi e hulumtimit që besoj e keni pa. Në janar të 2025, si redaksi, kemi vendosur që këtë vit duhet t'ja kushtojmë komplet sektorit të energjisë. Një fush jashtëzakonisht të koklavitur dhe me shumë pak vëmendje mediale. Qëllimi fillestar ka qenë që t'i zbërthejmë për publikun të gjitha kostot që na ngarkohen në tarifat e energjisë elektrike. Sektori i energjisë është treg i rregulluar, që i vije se çdo shpenzim që ndodh në sektor nga operatorët e rregulluar e paguajmë ne si konsumator. Duke qenë kështu, kemi konsideruar që duhet t'ja kushtojmë tër vitin, me qenë se është një sektor shumë i komplikuar për t'i zbërthyer të gjitha kostot. Ajo që kemi arrit deri tash është e kemi trajtuar dikon 12 hulumtime që lidhen me importin e energjisë elektrike për Kosovën gjatë vitit 2024. Shkurtimisht, hulumtimi dëshmon se konsumatorët e rrymës në Kosovë nga gjetjet që kanë dalë është dëmtuar në dy kahje. Fillimisht së brendshmi nga monopoli që ju dha një kompanie për import, e cila e shfrytëzoi këtë situatë monopolistike, siç ndodh zakonisht të monopolet, duke rritur çmimet nga importi për konsumatorët të rrymës në Kosovë mbi 200% krahasuar me çmimin zyrtar në bursat ndërkombëtare.